Dhe tani kemi gjithë këtu zonën që shkon jugun e Beirutit. Gjithë kjo zona këtu. E gjithë kjo është në kontrollin e Hezbollahut. Që do të thotë, këta po mundohen të ashtyjnë kufirin deri ku mund të ashtyjnë, me qëllimin që pastaj pjesa tjetër, herët avon të filloj një luftë civile ndër veti. Duke qenë që lartë në Tripoli, në Batrun. Atë janë sunitët janë. Atë janë sunitët, po janë sunit të varfër, sunit cilët e shohin me admirim atë që ka ndodhur në Siri. Dhe këtu janë shiitët, janë Hezbollahu dhe Amali. Këta janë shiitë të pasur, organizatat forta ushtarake dhe ekonomike, por me popullsit e varfra poshtë në territor. Dhe këtu mes kanë në Gjune, kanë të krishterët, se aty është Biblos dhe Gjune. Qyteti famshëm Biblos, nga vjen emri Bibla. Dhe tani unë mendoj që në strategjinë izraelite është që ta shtyjmë sa më shumë, në mënyrë që o t'i detyrojmë të ngrejnë duart, gjë që ata i dinë shumë mirë që s'ka për ndodhur, ose t'i detyrojmë që pastaj të fillojnë një luftë civile me njëri tjetrin. Por këtë që po bën Izraeli justifikon absolutisht sjelljen politike të Hezbollahut dhe të Amalit, që janë dy partitë mëdha shiite, njëra me qasje fetare Hezbollahut dhe Amali me qasje politike, dhe ti e di që historikisht kryetari i parlamentit të Libanit është edhe kryetari i Amalit. Nabil Berri është. Nabil Berri vazhdon është. Nabil Berri i famshëm. Tani në gjithë këtë histori, aty të famshëm janë gjithë, edhe Hariri edhe. Kemi faktin që Siria nuk është më aleati i Hezbollahut. Dhe kjo është dobësia e Hezbollahut. Por në njëjtën kohë, Izraeli nuk është treguar. Ju mungon thellësia strategjike të furnizimeve të. Po, por në njëjtën kohë, Izraeli nuk është treguar shumë dashamirës me qeverinë e Damaskut. Pse? Sepse është futur këtu në pjesën siriane të lartësisë Bekaa. Përtej Gjolanit, e ka kalu Gjolan. Dhe ka shku gati 40 kilometra. Pra, se është afër Damaskut. Shumë afër atë. Dhe tani, duke qenë që kjo hapësira këtu që shohim, lidhet ngushtë me çfarë? Me ujin. Gjithë kjo zonë është shumë e thatë. Dhe këtu te malet e Libanit, te ky trekëndshi mes Libanit, Sirisë edhe Izraelit, ndodhet dhe pasuria më e madhe që ka kjo zonë. Uji, nga këtu vjen lumi i Jordanit. Kështu që Izraeli, duke qenë që e sheh që situata është shumë e destabilizuar, pretendon që nëpërmjet forcës të arrijë të ndryshojë gjërat në tavolinë, në shahun e madh të politikës ndërkombëtare. Kjo është dhe arsyeja pse unë po ta thënë që kësaj jave ne do kemi zhvillime të reja ushtarake që Izraeli do futet në Liban dhe me sa kemi parë ka rifilluar edhe në Gaza, përveç se Libanit. Po.